për zotin 20 me gjitit janë mbyllur sepse është njëri nga faktorët që ka krijuar qeverinë e Vlenit me VMRO-n, është njëri nga faktorët që ka tronditur BDI-n në Çajir dhe në shumë vende të tjera se ka votues edhe në Tetov, është njëri nga faktorët që fuqizovi Bilal Kasamin dhe të tjerët që bëjnë pjesë në lëvizjen në koalicionin Vlen. Po të shikojmë në Vlen kemi individ, nuk kemi grupacione, por të ndihmuar me kujdes në bazë të deklaratës së kryeministrit të Republikës së Maqedonisë, të ndihmuar nga VMRO-ja dhe PMN-ja. Pra janë njerëz që nuk kanë kapacitete votues që mundet të trondisin BDI-n apo koalicionin AK. Ne jemi në këtë situatë tani edhe BDI-ja ka fituar Liameti referendumin, po ndoshta me 2 nëntor mund të kemi një përmbysje, ndoshta duke filluar nga Tetova, aty ku ju theksoni në analizat tuaja që qytetarët duhet të thrasin ndërgjegjes mbi paranë dhe mashtrimet mbi euro dhe gjithçka tjetër, dhe historia mund të ndryshojë. Po sa realisht ka shanse kjo duke filluar nga Tetova? Çdo gjë është e mundur sepse nëse ne ja heqim sotit Bilal Kasamit 4500 vota deri në 5000 VMRO që i kanë Tetov, që kanë votuar për një për ata për arsye se VMRO-ja dhe PMN-ja në Tetov nuk ishte kandidat për kryetar komune, pra me kujdes për herë të parë prej 30 e ca vitesh VMRO dhe PMN nuk nxjerr kandidat në komunën e Tetovës për kryetar bashkie. Pra, jo votë e lirë, tha do mbështesim direkt Bilal Kasamin në koalicionin tonë, se bën pjesë në koalicionin qeveritar. Dhe do në pjesë në koalicionin e komunës Tetovës për 4 vite, sepse këshilltarët e VMRO-s mbështesin gjithmonë Bilal Kasamin këto 4 vite. Dhe këto 4000 apo 5000 vota që parashikohet që janë 7000, po marrin minimumi 4000, 5000. Po t'ja heqim Bilal Kasamin, atëherë kemi 500 deri 1000 vota përpara kandidati i BDI zoti Bajram Rexhepi. Dhe nuk është e pamundur që kjo gjë të realizohet. Është si një ndeshje futbolli që pjesa parë mbaron 5-0, po pjesa e dytë e kemi 6-5 për humsi që ishte në pjesën e parë. Pra duhet të presim dhe raundin e dytë. Unë shpresoj, është më të mirë të qytetarëve të Tetovës, ata e dinë shumë mirë peshën kush është Bilal Kasami dhe kush është zoti Bajram Rexhepi. E kam thënë dhe herë të tjera dhe disa herë, prej 4 vitesh qyteti i Tetovës nuk zbukurohet për ndryshimin e viteve, pra për vitin e ri. 4 vite qyteti i Tetovës nuk gumuzhi, nuk festohet dhe dyqanet është siç ndodh kudo në qytetet e botës në ndrimin e viteve, nuk po them për Krishtlindje, por ndrimin e viteve. Siç ndodh në Elbasan, Tiranë, Prishtinë, kudo. Në Tetov Bilal Kasami asnjëherë nuk ka zbukuruar qytetin. Gjoja shpenzimet e mëdha. Bëhet fjalë për shpenzime rreth 30.000 apo 50.000 euro. Duke patur parasysh që vetëm në muajin korrik të muajit të verës për ardhin e emigrantëve që i thonë këto mërgjimtarëve mund të ketë harxuar rreth 500.000 euro për këngë dhe muzikë në qendër të qytetit. Pra, ne flasim për 2 javë që festohet kudo në botë ndrimi i vitit dhe kudo është ajo dhuratat e vitit të ri, që jemi mësuar të gjithë babagjysh dhe fëmijët që të gëzojnë në Tetove kanë ndaluar. Këtë gjë e ka bërë zoti Bilal Kasami dhe tetovarët kanë qenë të detyruar gjithmonë për një fotografi me drita me ashtu të shkojnë on në Tiranë, on në Ferizaj, on në Prishtinë. Unë për shembull vinë në Elbasan rreth 10 ditë, ato ku janë pushtimet, sepse këtu s'ka është errësirë. Duke qenë se rreth i dytë ka më pak tani komuna që janë balotazh, edhe fokusi i partive sigurisht do të jetë më i madh aty, pra duke fituar nga BDI-ja me shtabin e saj për gjithçka ose asgjë në Tetov, sepse nga 5000 vota për 2500 luhet kthesa. Po presione ka pas në administrat apo ashtu siç thoni ju në analizat tuaja që qytetarët dalin mbi euron dhe mashtrimet, pra për presione për blerje votash e tjera? Kudo ka blerje votash në Ballkan, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, dhe në Serbi, dhe në Malzi, ka dhe në Rumani dhe në Bullgari, që janë shtetet BE, edhe në Greqi ka blerje votash, dhe këtu ka pas blerje votash, këta e din gjithë, në nëzët gjithë e pranojnë, por këtu mediat nuk janë aq të lira sa që në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet ta dini këtë gjë, janë të komanduara nga fondet apo nga honorare që marrin nga partitë politike, din gjithë, ka kontrata pune, domethënë llogaritet që zoti Bilal Kasami në një muaj kanë shkojtur rreth mbi 500 kontrata deri në 800 kontrata pune me rrogë mujore 500 euro duke ndëtur në shtëpi, këto kanë qenë publike, dhe kjo ka bërë atë blerja e votave që quhet apo lejet e ndërtimit që jep brenda muajit, për shkak se njerëzit kanë halle, do ndërtojnë shtëpia, do ndërtojnë 2 dyqane dhe i bllokon për një moment sa caktuar, apo ka marrë tani të shtrojë me asfalt rrugët e qytetit, apo rrugicat e qytetit. Është më se normale që një kryetar bashkie të shtrojë asfaltin apo të sjellë ujë tek banorët, sepse këto parashikohen me tatim taksat që ne paguajmë çdo muaj, këto parashikohen nëpërmjet ndihmës që jep qeveria apo ndihmave që jep BE-ja, pra nuk janë dhuratë
nga kryetari i bashkisë, po kapaciteti i njerëzve aq është sa mendojnë që ky na i shtrovi. Jo, ato na i kanë shtruar taksat tona. Pra duhet t'i ndajmë këto gjë. Akoma nuk është arritur kjo logjik tek votuesit në Maqedoni, por edhe ndoshta në Shqipëri dhe në Kosovë kjo ndodh. Prandaj them nuk është e pamundur kthesa dhe unë besoj që duhet bëhet kthesa për të mirën e Tetovës, për të mirën e qytetarëve të Tetovës, për të mirën që festa e vitit të ri që vjen ndrimi i vitit 25 dhe 26 na gjej me drita, me gumzhim, me festa dhe dyqane të hapur, siç janë kudo qytetet në botë. Zoti Dhalla, po betejë në komunat e tjera ku është më e fortë tek komunat tona shqiptare? Kemi betejë në Strug, që aty kemi një kandidat të Akit, që vjen nga partia e zotit Zjadin Sela, dhe të një kandidatit pavarur me diqyrës, biznesmen, që mbështetet nga VMRO-ja DPMN-ja dhe Vleni. Pastaj kemi në Kërshov një kandidat që është i VMRO-s DPMN-s, përballë kandidatit të BDI-s, të Akit, që vjen nga BDI-ja, Fatmir Deari, i cili kundër kandidati shqiptar që humbi zoti Fatmir Limani ka bërë thirrje që atë ditë që le të votohet më i miri në dorë qytetare, ndërsa nga ana tjetër mbështesin kandidatën e VMRO-s se janë në koalicion qeveritar dhe në koalicion në komuna. Kemi këto, pastaj kemi ndipër një kandidat i pavarur përballë një kandidati të Vlen, por këto nuk janë gjithë peshat ngjelet midis shqiptarëve në Tetovë, në Strug dhe midis shqiptarëve në Maqedoni kemi në Kërshov. Por unë doja